Përshëndetje miq, mirë se keni ardhur sërish këtu në episodin e radhës në Okult Ezoterizëm, ku sot do të flasim pak për një nga misteret më të mëdha të njeriut që ne e shohim, e përjetojmë dhe e kemi çdo ditë, por nuk jemi të vëmendshëm. Në ezoterizëm kemi një shprehje shumë të bukur ku na tregohet se ne të vërtetat i kemi përpara syve, por kemi një vellë e cila nuk na lejon të shohim ashtu siç duhet dhe të perceptojmë ashtu si duhet. Para se të filloj sot të flas për këtë, dua që të më bëni subscribe në channelin ton Okult Ezoterizëm, duke klikuar në subscribe dhe këmbanën që ju të merrni njoftimet kur gjithmonë ky podcast të hedh videot e radhës apo videot në vijim që të njoftoheni drejt për së drejti, të më ndiqni te faqja ezoterizëm në Instagram, është e verifikuar me tiket dhe gjithmonë ju ftoj të bëheni dhe pjesë e grupit ku është një grup totalisht falas dhe ju jep mundësinë që ju të ulëmtoni drejt botës së ezoterizmit, gjithashtu dhe ky podcast ju jep këtë mundësi, por atje shpërndajmë dhe mësime të shkurta me tema të ndryshme dhe me mesazhe të ndryshme. Sot do të flas pak për pjesën e frymëmarrjes. Nuk e di nëse ju ka bërë ndonjëherë përshtypje, por fjala frym ose fryman në si shpirt ose në atë si proces që ne bëjmë, përcaktohet vetëm me një fjalë në pothuajse në të gjitha gjuhët e lashta dhe fryma me shpirtin janë po e njëjta gjë në një lloj forme. Në hebraisht fjala ruach do të thotë njëkohësisht frymë dhe shpirt. Në greqisht fjala pneuma është ajri që jep jetë dhe forca ynore që banon brenda njeriut. Në latinisht kemi një tjetër fjalë, spiritus, ose ande nga vjen fjala në anglisht spirit që do të thotë frymë jetësore. Në sanskrit kemi një fjalë tjetër e cila njihet me atë që hinduizmi njeh, prana, që është energjia që lëviz në të gjithë qenjet përmes frymës. Pra, ky nuk është një koncept i ri. Civilizimet e lashta e dinin këtë dhe gjithmonë janë përpjekur të na i transmetojnë ne me mesazhe, me simbole, sidomos në mënyrën simbolike, dhe ne kemi qenë të verbër, ne nuk e kemi kuptuar këtë dhe shumë pak nga nesh kanë filluar ta kuptojnë këtë. Duhet që të punojmë me mënyrën e simbolizmit, ezoterizmit për të kuptuar mënyrën e komunikimit të simboleve apo alegorive të fjalëve që ato japin. Mendoj që civilizimet e lashta e dinin se frymëmarrja është jetë, por mbi të gjitha është edhe ndërgjegje, është koshiencë. Kam vënë re në studimet e mia që bëj se ne ende nuk marrim frymë ashtu si duhet. Shoh gjatë gjithë kohës në rrugë që njerëzit frymojnë me një frymëmarrje që unë e quaj atë frymëmarrja sipërfaqësore, ku besoj se 85 ose 90% e njerëzve përdorin 1/3 e mushkrive. Kjo për shumë arsye shkaqe të cilat duke filluar nga ato ekonomike, sociale, shoqërore, por edhe jeta e keqe që ne bëjmë me veten, me njëri tjetrin, me mendimin kolektiv që kemi të krijuar nga këto idetë e këtij trendi modern, e kësaj shoqërisë moderne që nuk të lejon të përqendrohesh në rrugën e vërtetë. Dhe kam kuptuar se nga kjo pjesë, duke qenë dhe në praktikën e meditimit për vite me radhë, truri fillon të plaket më shpejt, kapaciteti i trurit bie, sepse çfarë ndodh? Ne marrim ajër më pak se sa duhet, ose nuk e marrim ashtu si duhet.
Kjo përkthehet në pikpamjen time ezoterike më pak ajër, jo frymëmarrje e rregullt dhe më pak ajër, më pak aktivitet elektrik në tru. Dhe kjo e shkatron mënyrën se si ne i konceptojmë gjërat. Ne zakonisht po të jeni të vëmendshëm dhe teksa më dëgjoni tani, unë këtë video e kam bërë pa imazh sepse nuk dua që ti të përqendrohesh te imazhi im. Imazhi im është thjesht një projekcion i një trupi nga i cili në thelb unë nuk jam ai. Unë jam një reflektim i asaj që ti shikon, por në të vërtetë se të gjithë brenda vetes tonë nuk jemi ai që shohim në pasqyrë, jemi më shumë se aq. Duhet ta shikoni në mënyrë më filozofike këtë dhe jo ta amundësoni në idiotësira ose mendime abstrakte që ju çojnë në një botë tjetër deluzionesh apo iluzionesh të cilat ju japin një mindset të gabuar. Kur unë them ne jemi më shumë se një, do të thotë që ka të bëjë me nënvetëdijen tonë, me subkonsciencën tonë. Nuk ka të bëjë me kur unë them nëse ti më shikon mua atje unë nuk jam ai, do të thotë që ai është trupi im, e kam në mënyrë filozofike këtë, sepse kam vënë re që në disa video më shkruajnë ose më shkruajnë në mesazh privat në Instagram që si e koncepton ti këtë, pse është kështu, ma tregon shumë sepse kam filluar ta mendoj pak më ndryshe. Pra, duhet ta kuptoni mënyrën filozofike të mënyrës së komunikimit që unë kam dhe jap. Dhe doja të them që si e shoh unë dhe pjesën e frymëmarrjes. Duke qenë se ne marrim frymë vetëm me pjesën e kraharorit, shumica prej nesh ose kanë emocione, ose i kapin ndonjëherë entuziazmi, apo gëzimi, apo euforia dhe nuk mbushen ashtu si duhet me frymë. Dhe kjo e bën trurin të filloj të mos mendoj si duhet, të marrë vendime të shpejta, të mos marrë vendime të dhura, të jap sinjale elektrik në tru dhe ul perceptimin e pesë shisave tona, duke e bërë jetën në një nivel të quajtur niveli kafshëror, duke u bazuar vetëm tek instiktet e trupit dhe tek truri i kafshës i njohur ndryshe si truri reptilian. Po për këtë do të flas një ditë tjetër. Mënyrën se si ne duhet të marrim frymë nuk është ajo që ne bëjmë gjatë gjithë kohës. Ne teksa më dëgjoni tani ju merrni frymë me krahëror. Ju merrni frymë me duke u bazuar vetëm disa e marrin frymë vetëm me gojë. Disa anë ushqim dhe futin dhe ajër nga që anë shpejt. Pra kjo është mënyra që nuk i japi mundësi trupit që ne të fillojmë të konceptojmë mënyrën se si ky ajër, kjo forcë elektromagnetike funksionon brenda nesh. Ne duhet të marrim frymë me vetdije dhe kjo fillon dal nga dal të rrit apo të bëj të zhvilluar në trupin shpirtëror që është trupi eterik dhe trupat e tjerë, por edhe trupin mental. Kjo të rrit. Këtu keni simbolin e ajrit dhe nëse do ta shihni, simbolikat janë shumë të rëndësishme. Simboli i ajrit nuk përfaqëson vetëm ajrin. Përfaqëson më shumë se aq. Përfaqëson një energji elektromagnetike, një forcë e padukshme që e mbështet jetën dhe e forcon duke i dhënë energji dhe forcë jetësore dhe e bën atë të lëviz, ne bën trupin ton të lëviz. Pra, në thelb ajri nuk është vetëm diçka që ne e thithim dhe kaq. Jo, është energjia jetësore. Dhe kur unë e quaj ajrin energji, do të thotë që kjo është diçka që ne kemi mundësinë ta shohim që është energji elektromagnetike. Si? Do të marrim dy magnet me kaje të kundërta nga njëri tjetri dhe do t'i afrojmë ata dhe do të hedhim midis asaj fushe pak oksigjen likuid që është i ujshëm dhe do të vëreni se nuk kalon drejt për së drejti
oksigjeni, por krijon një fushë, e cila është e krijuar më përpara, por kjo thjesht pasqyrohet në këtë lloj eksperimenti që ajri në vetvete mbart energji elektromagnetike. Për energjinë elektromagnetike ne do të flasim në video të tjera sepse është fushë më vete, ka të bëjë me mekanikën kuantike, ka të bëjë me fizikën, me shumë gjëra të tjera të cilat janë të lidhura me ezoterizmin, pavarësisht se ne i kuptojmë ose jo. Pra, kur ne marrim frymë, marrim energji elektromagnetike në veten tonë, ne fuqizojmë trupin tonë, ne i japim atij një potencial më të madh. Nëse do të lexoni librat e vjetër mistik apo ezoterik, do të kuptoni se kjo energji njihet edhe nga popujt e ndryshëm shumë kohë më përpara se ne ta kuptonim këtë. Për shembull, në Kinë quhet energjia Qi. Në Indi kemi po e njëjta energji, por kemi fjalë tjetër e cila e percepton me emrin prana. Në Greqi ose në ezoterizmin perëndimor, le të themi, quhet eter. Dhe në botën islamike apo hebraike njihet si spirit, shpirti. Pra, e gjitha kjo është në shumë kultura, por është e njëjta gjë, veç se mban emra të ndryshëm. Dhe ne duhet jemi koshient për këtë energji që kemi. Ajri nuk është një hapësirë boshe, është një energji për ne dhe ne duhet të punojmë me këtë që të fuqizojmë trupin tonë, të bëhemi më të fortë, më të mirë dhe pse jo më të zgjuar. Ne jemi qenie elektromagnetike. Po ta shikoni foton me detaj, do të kuptoni se ne kemi dy hemisfera, kemi dy anë, kemi një anë pozitive, një negative. Bota është e ndërtuar në formën e dualizmit, e dualitetit. Pra, çdo gjë është duale, por është e njëjta energji vetëm me kaje të kundërta. Pra, e gjitha kjo ka të bëjë se nëse unë ju sjell një termometër i cili ju tregoj një termometër i cili është futur në një enë me ujë shumë të nxehtë dhe tregon se grada e termometrit është 40 gradë dhe tregon një nxehtësi, provojmë të futim termometrin në një enë që është -40. Pra, është e njëjta energji, por kajet janë të kundërta të së njëjtës energji. Kështu është krijuar dualizmi. Eva, Adam, hemisfere majt, hemisfere djathtë. Ana e trupit të majt, ana e trupit të djathtë. Monedha ka dy anë. Pra, çdo gjë është e lidhur me dualizmin. Dhe duke qenë se ne jemi e njëjta energji me kaje të kundërta, ndërgjegja shfaqet brenda këtij lloji, brenda këtij kombinimi. Kur këto dy kombinime bashkohen, krijojnë atë fushën ose atë energjinë që e rrethon këtë trup. Dhe i njihet ndryshe si aura e trupit ose në studimet ezoterike, në shkencë nuk mund ta quaj ezoterizmin se është përtej kësaj, është më shumë se kjo, por le ta quajmë në rrugën mistike ezoterike njihet si trupi eterik. Fryma është lidhje jetësore midis fizikës dhe shpirtërores, midis trupit dhe shpirtit. Dhe frymëmarrja e thellë dhe herdur ngre ndërgjegjen tonë, rrit ndjeshmërinë dhe aktivitetin e shqisave tona, sjell qetësi të thellë në shpirt dhe gjendje qartësie të brendshme. Shpeshherë unë në shkrimet e mia apo dhe në fjalimet e mia apo dhe në rrugtimin ezoterik që kam mbajtur e quaj këtë paqe shpirtërore. Të marrim një shembull se si kjo frymë përkthehet në energji elektromagnetike. Çfarë ndodh nëse ne përpiqemi të qëndrojmë 5 minuta pa marrë frymë? Çfarë ndodh me ne? Ne nuk mbijetojmë dot pa këtë energji. Ne humbim vetëdijen, pra fiket. Trupi jon fiket. Kjo pajisje
biologjike dhe elektrobiologjike më sakt fiket. Këtu vërtetojmë se fryma është vetëdije, është ndërgjegje, është përtej asaj që ne perceptojmë vetëm si frymë. Dhe për këtë ka folur dhe simbolizmi në hinduizëm ku këtu shihni Budën. Shihni me detaj statuin e Budës, mënyrën se si është ulur, që tregon një pozicion asana ku shtylla kurrizore fillon të drejtohet drejt kokës, kafkës, dhe aty fillon të krijohet ajo që ne praktikojmë, ajo që ne fitojmë teksa praktikojmë meditimin, e cila njihet si energjia Kundalin dhe kalon nëpërmjet shtyllës kurrizore teksa ngjitet në kurorën e kokës derisa takon kurorën e kokës dhe aty shpërthen energjia që është kurora e kokës, shpërthen energjia për të bërë atë që ne njohim ndryshe si trupi eterik, për të formuar trupin eterik, aurën e trupit ku nuk ka ndikime nga energjitë e tjera apo entitetet e tjera të botës së padukshme. Ne kemi një dhuratë shumë të madhe nga Zoti, të cilën ne nuk e kuptojmë, shumica nga ne nuk e kupton, por do flas një ditë për këtë. Do flas një ditë tjetër dhe do t'ju shpjegoj pse disa njerëz preken nga magjit, preken nga shumë gjëra të tjera, preken nga problemet shëndetësore dhe pse disa të tjerë nuk preken. Është për shkak të kësaj fushë, për shkak të këtyre kanaleve energjetik që ndodhen brenda trupit të njeriut, që është ida dhe pingala dhe sushumna, kanali kryesor, dhe kurora se ku shfaqet kjo energji dhe si vibron, në çfarë forme ecën dhe shumë gjëra të tjera të cilat nuk kanë të sosën ezoterizëm, por unë këtu i them dhe i rithem me një përmbledhje shumë erë më të shkurtër, sepse është një studim tepër goxha i madh, janë vite që unë studioj dhe këto do jenë të detajuara në akademinë time ezoterike, ku ju do ta keni mundësinë ta vizitoni dhe të mësoni shumë gjëra për veten tuaj, për trupin tuaj, për ynoren, dhe kur të njihni veten, ju do të njihni ose do të perceptoni më saktë pjesë të një ndërgjigje shumë erë më të lartë se ne, ku ne sot atë e quajmë Zot. Dhe ajo është, Zoti nuk është një entitet që ne e perceptojmë, është diçka më e madhe përtej gjërave që ne perceptojmë. Është një ndërgjegje, është një energji, është një vetëdije, një subkonsciencë e papar që ne nuk e kemi idenë se sa poshtë ne jemi vetëm një grimc para asaj ndërgjegje, domethënë nga ana e dijes, e shumë gjëra të tjera. Dhe teksa e shikoni barkun e Budës të shëndosh, nuk është se Buda ishte një njeri i shëndosh me bark dhe abuzonte me veten e tij. Jo, përkundrazi, kjo është një simbolizëm ose një simbolik ku tregon se ne duhet të përqendrojmë frymën te barku dhe jo te gjoksi. Kjo është fryma e dur. Kjo është fryma që ne duhet i futim trupit ton. Kjo është frymëmarrja që ne duhet të bëjmë. Ne duhet të përthithim me undë, sepse unda është një nga filtrat më të mirë që trupi ka për ajrin, ku ka aftësi nëpërmjet qimeve të undës, që është një gabim i madh njerëzit që heqin qimet e undës. Nga brenda ajo përthith grimcat e dëmshme që ndodhen në pluhur, në ajër. Pra pluhurin e dëmshëm të këtyre grimcave që ndodhen në ajër, ajo e thith dhe nuk e lejon që të futet në mushkëri. Më pas teksa ajri qarkullon, mendoni që kur të merrni ajër, mbushuni nga hunda dhe përpiquni të nxirrni nga goja në formën, duke mbajtur gojën në formën e dhe në atë lloj forme do ta nxirrni ajrin jashtë. Provoni ta bëni këtë për 5 minuta. Dhe do të kuptoni që ajri duhet të futet brenda trupit tuaj në formën e spirales. Mendoni një vijë të drejtë ose një energji teksa futet nga unda, zbret në rrugët e frymëmarrjes,
mbush më shkrit, por nuk qëndron aty siç e bën 85 apo 90% e popullsisë, por duhet të përqendrohet tek zorët, duhet të fryhet barku dhe në momentin që ty të fryhet barku, ti kupton që po bën frymëmarrjen e rregullt. Dhe pas kësaj, do të kuptosh që je duke i ngjasuar Budës. Pra Buda ishte një simbolik alegorike ku ty të tregon se si duhet të kryesh frymëmarrjen e rregullt. Ne bëjmë këtë frymëmarrje duke lëvizur këtë energji elektromagnetike teksa e futim brenda dhe e nxjerrim nga goja. Dhe në momentin që bëjmë këtë për 5 minuta do të kuptoni që trupi juaj do të lëvizë dhe do të nxit ndërveprimin me shpirtin, por edhe me pjesën e trurit, sepse në momentin që futet ajri në bark dhe kalon sërish nga goja, një pjesë e vogël nëpërmjet shtyllës kurrizore ngjitet lart në tru dhe çfarë bën ajri në tru? Ajri në tru rrit nivelet e aktivitetit elektrik në tru, rrit nivelet ose përshpejtimin e neuroneve elektrike në tru që përkthehet ndryshe informacion më shpejt, rrit ndjesinë e 5 shqisave tona dhe pastaj na bën ne një mbinjeri, një super njeri që ne perceptojmë më shpejt, kapim informacion më shpejt dhe këtu rritet klavojanca, mënyra e të parit dhe të kuptuarit më shumë se sa të tjerët. Pastaj janë edhe ritualet e tjera në mënyrën e meditimit, mënyrës se si ushqemi, mënyrës se çfarë lexojmë, çfarë ham, çfarë bëjmë, si flejmë, me kë shoqërohemi dhe shumë gjëra të tjera të cilat ne na ndihmojnë të bëhemi një klavojant. Kjo energji quhet energjia elektromagnetike dhe është një formë energjie që përhapet në hapësirë përmes valve elektromagnetike, të cilat janë kombinim i një fushë elektrike dhe një fushë magnetike, që lëvizin së bashku në mënyrë të sinkronizuar. Ka shumë energji brenda tyre, duke filluar nga energjia më e lartë dhe energjia më e ulët, por për këtë është fushë tjetër dhe unë do të ndalem ndoshta një ditë tjetër, ndoshta nuk do të ndalemi ndonjëherë, sepse është temë shumë e gjerë. Pra, energjia është ndërveprimi i vetdijes me potencialin ton. Dua të ndajmë disa, ose të ndajmë më saktë një ushtrim. Ju duhet të qëndroni në formën asana të ulur dhe do të përqëndroheni për 2 minuta duke marrë frymë ngadalë dhe thellë, brenda dhe me bark. Për të përqëndruar këtë gjë tek barku, mbani dorën e djathtë mbi stomak dhe kur të merrni frymë, përpiquni të fryni stomakun ose barkun dhe jo mushkrit, jo të ngrini gjoksin. Dhe duke e nxjerr atë avash, domethënë momentin që ti nxjerr ajrin, duhet ta nxjerrësh me gojë. Bëheni këtë për 2 minuta dhe do të ndjeni që kjo do t'ju ndryshojë. Nëse bëni këtë më shpejt, ju do të fusni më shumë ajër, do të keni aktivitet më të lartë të neuroneve në tru dhe sinjale elektrike më të shpejta dhe do të ndjeni një marrje mendje të vogël për arsye se truri po merr oksigjen më shumë dhe fillon të perceptojë gjëra më shpejt, por me kalimin e kohës kjo gjë fillon të ulet dhe të keni një botkuptim më të mirë dhe më të qartë. Një tjetër rrugë ku do t'ju ndihmoj është meditimi dhe kjo fillon dal nga dal ku unë do të flas në një video të radhës me Nean se si ne të bëjmë një meditim të rregullt, të qetë dhe pse duhet të përqendrohemi te kanalet tona energjetike. Ne ashtu si kemi në trupin ton fizik, kemi organet, ashtu dhe në trupin ton jo fizik që është trupi eterik, kemi organe. Organe jo të dukshme, jo të prekshme, por janë pika energjetike të cilat njihen ndryshe si çakra. Burime energjie janë mbi 3000 ca çakra, por 7 janë kryesoret. Ju duhet të kuptoni që në këtë rrugtim duhet të jeni shumë vigjilent në gjërat që unë flas, apo fjalët që unë them, apo shembujt që unë marr, apo dhe
mënyrës se si ju studioni apo dhe e kërkoni këtë gjë. Nëse ju e dëgjoni këtë për argëtim, kjo është krejt në rregull, mos vazhdoni të kuptoni ezoterizmin, vazhdoni të argëtoheni dhe argëtoni ti bie që po dëgjon një shfaqje dhe nëse ti nuk praktikon, nuk kërkon për këto gjëra që ti dëgjon këtu, nuk je duke mësuar ezoterizmin. Je thjesht duke argëtuar veten me disa mendime të dobishme, por të dobishme vetëm në formën e aspektit mental, dhe sepse gjërat nëse nuk zbatohen, janë kot. Më besoj që çfarëdo gjëje të dish për veten, apo dhe për gjërat përreth, apo dhe për universin, dhe ti nuk e bën një provë, nuk e bën një praktik që ta vërtetosh atë që di, janë kot. Nuk vlen. Një tjetër alegori sepse un kam dashur ta quaj këtë kur Zoti fryn, është sepse në Bibël kam arritur të gjej disa vargje të cilat më kanë bërë të reflektoj dhe të kuptoj se Bibla është një nga librat, dhe Kurani gjithashtu, është një nga librat më të thellë dhe një nga librat që ka një pikpamje shumë të avancuar, alegorike dhe shumë të thellë për mendimtarët dhe njerëzit që kërkojnë përtej shkronjave ose përtej rreshtave për të kuptuar atë që duhet. Kam marrë disa vargje që do t'i lexoj, ku thuhet se edhe fryma atje ishte jeta. Për shembull, Jobi 33 vargu 4, fryma e Perëndisë më ka krijuar dhe fryma e të plotfuqishmit më jep jetë. Këtu tregohet për energjinë se si fryma është ajo që na ka krijuar, në kontekstin që ne jemi frym nga brenda vetes tonë, dhe fryma t'i jep jetë, provotërisht pa oksigjen. Pra, fryma është jetë, është energji elektromagnetike. Pa frym ne jemi pa jetë. Kemi një tjetër, Jobi 27 vargu 3. Derisa të kem frymë në trupin tim dhe frymën e Perëndisë në undët e mia. Mendoni pak për këtë. Derisa të kem frymë në trupin tim, derisa ti të kryesh veprimin e frymëmarrjes dhe nëpërmjet undëve të futësh frymë, jo gojës. Pra, duhet të marrësh frymë me hund që të futet në trup, derisa të kem frymë në trupin tim dhe frymën e Perëndisë në undët e mia. Ti duhet të frymosh nëpërmjet undëve dhe të nxjerrësh nëpërmjet gojës. Por nëse ti bën të kundërtën dhe vazhdon të hash ushqime, të marrësh frymë me gojë, e të lodhesh, të vraposh, e të hapësh gojën, të futësh 1000 mikrobe, 1000 grimca pluri brenda, mendoj që po e dëmton trupin tënd. Edhe kështu ul pastaj shumë gjëra të tjera, duke filluar nga trupi eterik, forcat elektromagnetike, veten tënde, mënyrën e koncepteve, shumë gjëra të tjera. Kemi edhe një tjetër, një varg tjetër, Gjoni 20 vargu 22. Pastaj duke u thirrur, ai ju tha: "Merrni frymën e shenjtë." Fryma e shenjtë ka të bëjë me mënyrën se si ne e konceptojmë atë që thithim, me mënyrën se si ne përqendrohemi në meditim, me mënyrën se fryma e shenjtë është ajri, është ajo që në simbolikën e ezoterizmit njihet si eteri. Kjo është ajo gjë që ne duhet të bëjmë, ne duhet të frymojmë mirë me veten tonë, ngadalë, thellësisht, të përqendrohemi te frymarrja, ta futim atë në barkun ton dhe ta nxjerrim prapë nga goja jon, jo gjatë gjithë kohës, por në momente të caktuara gjatë ditës, sepse kjo frymarrje është shumë kërkon vetdije të madhe dhe duhet të jesh i vëmendshëm gjatë gjithë kohës. Ti nuk je i vëmendshëm gjatë gjithë kohës për arsye shumë të ndryshme të jetës apo rutinës ditore, dhe nuk e bën, por duke qenë koshient për këtë, më besoj që jeta jote do të ndryshojë, ti do të sëmuresh më pak, do të kuptosh më shumë, do të mendosh më kthjellët dhe do të futesh në një rrugë që është akoma më mirë për ty, duke
të nxjerrë brenda vetes tënde versionin më të mirë që ti ke. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe të keni marrë informacionin e duhur në këtë gjë që unë sapo fola dhe ju uroj të mira në ditën e vijim dhe faleminderit që jeni pjesë e jona. Mos harroni të bëni subscribe dhe të më ndiqni në faqen time në Instagram Ezoterizëm.